بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Mirë vllazni, dersi i sotëm inshallah të jetë vazhdimsi e Sunanul al-Fitra. Sunan al-Fitra që do thotë ka të bëjë me praktikat do anë gjërat të cilat janë në natyrshmërinë e njeriu. Do që njeriu i praktikon ato e, natyrshëm. Mirë po kemi thonë nga madhështia e kësaj fesë është se prapë se prapë domethënë edhe pse janë gjëra në natyrshmërinë e njeriu, prapë feja jonë ka ardhur me dispozita rreth tyne dhe na ka nxit që të mos neglizhojmë apo në disa çështje tjera që të mos e teprojmë. Dhe edhe pse janë gjëra të cilat njeriu normalisht duhet me i praktiku, prapë se prapë Allah subhanahu wa taala ka lënë shpërblim në këto çështje. Andaj nëse njeriu domethënë i bën jetë që me praktiku një sunet të tillë, atëherë do të ketë shpërblim. Dhe kemi fillu me sunetet domethënë ku autori i përmend dhe njëra prej tyre vetë se kemi diskutu dhe ka qenë përdorimi i miswakut, përdorimi i miswakut. Edhe kemi përmend çka është miswaku dhe kemi përmend domethënë kohët kur është mirë dhe sunet i fortë me u përdor. Edhe kemi përmend khilafin ku a është patjetër me u përdor ai miswaku domethënë ai shkopi apo lejohet domethënë njeriu me bën jetë edhe në momentin kur i lën dhëmt me brush, me bën jetë me praktiku sunetin që me pas shpërblim. Edhe kemi përmend ato tri mendimet që disa thonë patjetër është shkopi, disa thonë domethënë nëse ka mundësi atëherë do të me atë miswakun, përndryshe i lejohet pastaj gjëra tjera. Dhe mendimi i tretë që kemi thonë inshallah është i saktë që njeriu edhe nëse përdor brushën, prapë se prapë themi që i lejohet atij që ta bëjë jetë që me praktiku sunetin atë fitoj shpërblim. Mirë po kemi cekë domethënë edhe çështjen tjetër që kjo nuk do të thotë që i humb vlera miswakut, dhe patjetër se vlera e miswakut qëndron dhe do të qëndroj. Për shkak të dobive tjera të cilët nuk i gjejnë në brush. Njeriu me bën jetë me praktikuar ashtu siç e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po qëllimi ka qenë që kur e përdorën brushën a bën me pas njetë që me praktiku sunetin dhe me pas shpërblim, kemi thonë inshallah e merr atë gjykim. Kështu që kjo ishte domosdoshmë se përket asaj që kemi marrë dhe autori vazhdon t'i përmend çështje tjera në këto sunete që kanë të bëjnë me natyrshmërinë, me praktikat e natyrshme të njeriu. Edhe vazhdon dhe thotë wadihanu, pasi që thotë yasunnu siwaku, thotë wadihanu, domthon është sunet e dihanu, që do thotë është lyrja e flokëve. Dietarët domthon e kanë zgjeru më shumë dhe kanë thonë këtu hyn edhe mjekra, po hyn edhe trupi me vaj ose me gjëra tjera. Për shembull kremat e këtu të cilat tash përdoren në kohën e sotme, ose gjërat të cilat përshtaten për flok, domthon që e kanë të njëjtin kuptim. Mirë po autori po thotë këtu wadihanu ghibban, po përmend domthon një fjalë që po thotë ghibban. Ghibban është për qëllim një ditë po, një ditë jo. Mirë po siç e përmendin disa dietar, nuk është qëllimi një ditë po, një ditë jo, domthon tamam kuptimisht. Mirë po është për qëllim që është qëllimi nganjëherë mos me bë këto, do mos me bë shpesh. Mos me bë vazhdimisht, domthon për çdo ditë, që muslimani pastaj me tepru edhe mu angazhu vetëm me dukjen e tij si përfaqësore edhe me tepru në këtë çështje. Po njëkohësisht domthon mos me neglizhu që njeriu mu duk mirë. Kështu që po ghibban domthon nganjëherë me lan. Një ditë po, një ditë jo, ose 2 ditë po, për shembull një ditë jo, kështu me radhë, e rëndësishme është që mos me bë të vazhdueshme edhe me u ndal njeriu gjithmonë para pasqyrës edhe me u merr edhe me humb kohë shumë në këtë çështje. Kjo përmendet në hadithin e Abdullah ibn Mughaffal që thotë naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-tarajjul ila ghibban. Ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga kreja, që është për qëllim kreja për shembull e flokëve, po edhe kur i kanë ly me vaj, illa ghibban. Është përmend hadith kjo fjalë ghibban, që nganjëherë me vepruar, nganjëherë
mos me vepru. Mirë po, nuk është domon një gjë e cila shtrëngohet këtu, për shkak se nëse njeriu domon ka nevojë me vepru një gjë të tillë, për shembull që mu dok mirë ose shkon në punë ose gjëra tjera, atëherë nuk themi që është patjetër mos më vepru ose i duke angazhu shumë ata, mirë po i lejohet nëse bëhet për çdo ditë. Mirë po, pa nevojë domethënë që njeriu me tepru më merr me veten shumë, atëherë në këtë rast domethënë është mirë që nganjëherë me vepru, nganjëherë mos me vepru. Pastaj autori vazhdon dhe përmend çështjen tjetër dhe thot wa iktihalun fi kulli aynin thalathan. Wa iktihalu fi kulli aynin thalathan. Dhe iktihalu po thot që është për qëllim lyrja e syve me kuhel. Do është një gur i zi që nxirret prej saj, do kjo materiali do që pastaj lyhen syt me të. Po thot që kjo është sunet të përdoret në çdo sy 3 herë, në çdo sy 3 herë. Edhe po përmend dietar domthon hadithin e Ibn Abbasit ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kull al-layla qabla an yanam wa kana yaktahilu fi kulli aynin 3 amyal. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ly domthon syt me kuhul bil ithmid, domthon që ky guri që përdoret quhet kështu çdo natë para se me flajt. Thët, po ashtu i ka ly në secilin sy e ka ly 3 herë. Secilin sy e ka ly 3 herë. Pastaj këto dietarët kanë përmend domthon gjëra për shembull që kanë pe këtij hadithi kuptohet se ajo çka është më e mira dhe suneti është me u përdor numri tek. Disa e kanë përmend tash se si bëhet ky numri tek. A është për qëllim secilin sy domthon që të jetë numri tek apo të jetë ajo shuma që shuman të dy syve me kon tek, për shembull njëri me ly 1 herë, pas tjetrin 2 herë, që do thot 3 herë. Apo vetëm njërin sy është për qëllim teku, që me ly 1 herë, 3 herë një sy edhe syrin tjetër po ashtu. Kështu që sa i përket kësaj çështje domthon inshallah më afërt është që secilin sy domthon me ly tek 1 herë apo 3 herë kështu më radh. Edhe pse sa i përket hadithit në këtë çështje, hadithi është i dopt. Ky hadith Ibn Abbasit i cili ka sjell është hadithi i dopt. Mirë po në mëdhëbin Hanbali, po ashtu edhe në mëdhëbin Shafi e bëjnë kështu sunet domthon pa përjashtim, në mënyrë absolute. Sidoqë të jetë këtë çështje më afër mund të themi që sa i përket kuhlit i ndajmë në 2 grupe. Grupi i parë është vendosja e kuhlit për qëllime shëndetësore. Don për me forcu shikimin. Don është përmend se pe dobive ti që është e forcon shikimin edhe bën pastrimin. Atëherë nëse vendoset në këtë mjet, atëherë themi që është mustahab. Themi që është e preferueshme pasi njeriu do të kujdeset për trupin e tij, edhe ka obligim një gjatë tij. Pastaj mesela tjetër ose grupi tjetër është vendosja e tij për zbukurim. Nëse njeriu don me vendos kuhlin thjesht për zbukurim. Atëherë këtë çështje e detajzojmë pak. I kemi kuhlin që don përdorimi nga gratë edhe përdorimi nga burrat. Mirë. Sa i përket grave, nëse është e martuar edhe zbukurohet për burrin, atëherë themi që kjo është e preferuar edhe ka shpërblim to, është mustahab, nëse e bën me këtë qëllim. Ndërsa sa përket grave, të cilat nuk e bën këtë qëllim, për shembull nuk është grua e martuar, është grua e re, është vajzë, atëherë i lejohet me përdor kuhlin, mirë po kuptohet ato ku nuk bën fitne, që do të thotë brenda shtëpisë me ata të cilët i lejohet. Mirë po jo me dal jashtë shtëpisë domthon me kuhl me sy të lyme për shkak se kjo konsiderohet zbukurim edhe si pasojë e saj vijnë fitnet. Andaj një gjë e tillë nuk lejohet për të. Mirë po, në esencë për të, me njerëz që i lejohet me qëndru, atëherë inshallah nuk ka të keqe. Ndërsa sa i përket burrave në këtë mesele që vendosja e tij me kon vetëm për zbukurim, atëherë këtu ka xhilaf mes ulemave. Disa kanë thonë
Mendimi i parë ka thonë nuk ka të keqe edhe nëse zbukurohet me ta, sipas mendimit të Hanbelive dhe edhe Shafive, dhe është një mendim i Imam Malikut. Ndërsa Hanefit, edhe një prej mendimeve të Imam Malikut kanë thonë përkundrazi është e urryme me vepru edhe burrat. Është e urryer edhe nuk i takon që me vepru burrat nëse e bën vetëm për zbukurim, nëse ajo sjell fitnë. Mirë po lejohet nëse qëllimi i tij nuk është zbukurimi. Domthon kanë thonë për shembull nëse një djalë i ri e vendos kohën thjesht me u zbukuru që me tërheq vëmendje, ai thjesht mundet me sjell për shembull fitnë, me tërheq për shembull shikimin e gjinisë e kundër, atëherë në këtë rast do të më ndalu. Mirë po, inshallah themi që në esencë kjo lejohet edhe nëse njeriu zbukurohet me të, po padyshim nëse ai e bën këtë që me qenë nga ona, si me thonë, me mendjemasis, që me u duk, domthon këtë formë që me tërheq vëmendja, atëherë kjo i kthehet atina gjë e cila padyshim që kjo gjë nuk lejohet. Çfarë do gjë tjetër që e bën në me këtë njetë. Andaj inshallah nuk ka të keqe me u përdor edhe si zbukurim, pa dash me shkaktu fitnë. Mirë, kjo ishte sa i përket domthon kësaj meseleve sti suneti, domthon lyrja e syve me kuhër. Pastaj autori vazhdon dhe përmend çështjen tjetër edhe thotë wa nadharun fi mir'a, dhe shikimin e pasqyrë. Autori po përmend tash një sunet sipas tij që kjo është sunet, shikimi në pasqyrë, dhe përmend domthon se për me largu diçka ndoshta që ka në fytyrë që nuk është e mirë ose mund të jetë e gërditshme, domthon që më dal para njerëzve, ka mundësi që diçka nuk ka pa ai, andaj është mirë thotë edhe është prej sunetit me shku me këshyr në pasqyre, edhe kjo ka dobi, thotë në këtë veprim ka dobi, andaj e përmendin si sunne. Mirë po ashtu e përmendin hadithin e Aishës radiallahu anha, ku thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha nadhara fil mir'a qala alhamdulillah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka shikuar veten në pasqyrë ka thonë alhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, thot o Allah, ashtu siç ma ke ashtu siç ma ke bë këtë krim të përsosur, siç më ke kriju kështu në formë të mirë të përsosur, përmirëso ma thot dhe moralin ose virtytet. Sa i përket këtij hadithi, s'pari themi se hadithi është daif. Mirë po një gjë është mirë me u përmend këtu si tërheqje vërejtësh dhe si dobi gjithashtu, që duhet me pas parasysh ne që disa dietarë, disa fuqaha e kanë zgjeru këtë çështje në suneteve, ose gjërave të cilat janë të preferume, ose gjëra të cilat janë të urryer që nuk i takon muslimanit me i vepru. Për shembull, ka mundësi që një çështje e kanë pru dhe ajo çështje nuk është e ndërtuar në një hadith të saktë, të qartë, për shembull që flet për atë çështje në mënyrë të veçantë. Mirë po, këtë kanë ndërtuar në rregulla edhe parime të përgjithshme të Islamit. Islami për shembull nxit dhe thirr në edukat morale të mira kështu me radhë. Andaj duke u bazuar këtë, kanë thënë për shembull për disa gjëra se kjo gjë është e preferueshme që muslimani ta veprojë, ose kjo gjë është e urryme që muslimani nuk i takon me vepru, edhe nëse nuk ka hadith të qartë për të. Kështu që do të me pas parasysh këtë gjë që njeriu mos me marr pak mashtruar disa çështje. Andaj edhe prej këtyre shembujve është kjo që autori ka përmend, shikimi në pasqyre. Edhe nëse themi pastaj që nuk mund të themi që është prej suneteve kështu, mirë po me pas parasysh se si nxjerrin nganjëherë disa gjëra të cilat themi janë preferueshme ose të urryera. Sa i përket kësaj çështje, Allahu alam, nuk ka diçka hadith saktë për këtë çështje, padyshim siç e përmendëm. Mirë po edhe nëse themi këtë hadithin që e kanë pru, që thanë hadithi është daif, i dopt, edhe nëse themi që është saksu një doa, tillë është një doa e përgjithshme, të cilët njeriu nuk është patjetër
me bë tek pasqyra ose doja që na ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse themi se saktohet një gjë e tillë, atë nuk ka lidhje me pasqyrën. Njeriu mund të thotë atë edhe duke mos e shikuar veten në pasqyrë. Do me falendëru Allahun për mirësitë që ja ka dhënë trupin e tij dhe një kusht me lut Allahun që ashtu siç këtu Allah ja ka dhënë këtë mirësi që më ia dhon edhe moralin dhe virtytet e mira. Po ashtu, andaj nuk themi që mund të lidhet ose të ketë lidhje diçka me pasqyrë. Mirë po, shikimin e pasqyrë që njeriu me i largu ato gjëra të cilat mund të jenë nevoshme ose diçka që ndoshta nuk ka, po është një gjë e mirë me u vepru, mirë po, ndoshta mund të themi jo sunet i veçantë, sunet i veçantë. Mirë. Pastaj autori vazhdon dhe thotë wa tatayyubin dhe parfumosja. Dhe parfumosja. Dhe për këtë kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot hubbiba ilayya min ad-dunya an-nisa'u wat-tibu. Me janë bë të dashura prej kësaj dynjaje gratë, domethënë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa at-tib dhe parfumosja, parfum. Andaj duke u bazuar në këtë hadith e kuptojmë se kjo gjë ka qenë një gjë e dashur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vepruar një gjë të tillë dhe ka nxit një gjë të tillë po ashtu dhe ka qenë për njerëzve të cilat e ka pas erën më të mirë, domthon ka qëndru dhe e ka praktiku këtë çështje. Andaj padyshim prej sunetit është që njeriu të parfumoset. Dhe sa i përket kësaj mesele, mund të themi i kemi disa kohë, duke u bazu edhe në gjykimin e tyre. Spari mund të themi e kemi kohë në çdo kohë, domthon kohën pa përjashtim. Domthon në formë përgjithshme, përveç atyre gjëra që mund të përjashtohen në disa raste të caktuara. Domthon kam përmendur se ditor që është sunne inshallah në çdo kohë, duke u bazuar në hadithin për cilën na vetë sa e përmendëm. Pastaj kam pru kohë të preferume, që ne këtu vetëm i përmendim kështu pa hyrë në detaje. Për shembull, është paraveshjes së ihramit. Domthon para se me vesh njeriu ihramin është prej sunetit që ai të parfumoset. Ose është para tavafit ifada. Domthon pasi njeriu është liru nga ihrami, ka përfunduar domthon ditën e Arafatit dhe qëndrimin në Muzdalife, atëherë domthon pastaj vjen tavaful ifada dhe është sunet që para këtij tavafi që ai të parfumoset. Pastaj është prej sunetit në ditën e xumës, disa kanë bërë dhe obligim, siç është disa ulema prej dhahirive. Pastaj ditën e bajrameve, që është hyn domthon edhe në ditën e xumës, sepse është për qëllim vende ku mblidhet, është mirë domthon që njeriu të parfumoset. Pastaj është parfumosja të vdekurit, domthon edhe kjo është sunet dhe kohë e veçantë kur njeriu domthon të vdes, është mirë që pasi ta pastroj domthon ta parfumosim. Pastaj edhe për gjëra të tjera është që është përmend domthon edhe për namazin e xhami, duke u bazuar domthon në ajetin që përmend Allahu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Domthon zakonisht përkthimin e shenjtë që është e kanë përkthy domthon me u vesh mirë. Sa domthon që të shkonin në xhami, është për qëllim xhami këtu ende kulli masjid është për qëllim para çdo namaz, domthon që njeriu kur shkon me u fal në xhami të vishet bukur. Mirë po, zine në ajetin që është përdor, inshallah hyn edhe gjëra të tjera të cilat kanë të bëjnë me zbukurimin, qoftë domthon veshja e mirë, qoftë edhe për shembull lyrja domthon e fytyrës ose mjekres apo parfumosja e kështu me radhë, domthon që të duket dhe të del para Allahut në formën më të mirë. Andaj këto është mirë edhe me dhon një vrejtje ose një kritik që njeriu mos më u kallëzu neglizhent. Se kur themi që në xhami nuk është për qëllim që namazi të dukesh mirë për namaz vetëm në xhami, mirë po edhe namazin që i fal në shtëpi. Nëse i fal sunete, e fal edhe namazin e duhas ose vitrin ose namazin e natës, padyshim që njeriu do të më duk mirë sepse ai po del para Allahut. Për shembull, jo të fal namazin me rrobat e tij xhumit, për shembull, nëse e fal vitrin, ose me rroba që ndoshta nuk i takon atij. Le ta paramendon ai pak që nëse del para shokut tij ose para një personi tjetër, nëse del ashtu, a do të kishte turp? Padyshim që po.
Andaj, Allah është ka ma hak që me kon i turpshëm para ti. Andaj, është mirë që njeriu të mos e neglizhoj këtë çështje mirë, po të përsosë edukatën e tij. Të përsosë edukatën e tij kur del para Allah subhanahu wa taala. Do patyshim kjo gjë dhe lidhet me imanin e njerit. Se njeriu kur ka frikë respekt dhe Allah subhanahu wa taala, patyshim që mundohet me dalë ashtu siç duhet, dhe siç i të kanë. Pastaj e kanë përmendur dietarët edhe kohët e ndaluara rreth parfymosjes, disa prej kohëve, domthonë këtu i kemi përmendur dy, kur është në ihram. Na përmendëm që prej sunetit është para veshjes së ihramit. Mirë, por në momentin kur ai hyn në ihram, atë nuk i lejohet atij që me u parfymos, dhe pashtu dietarët e kanë përmendur për gruan që i vdes burri, donë që të mos parfymoset derisa të përfundoj idetin e saj. Mirë, kjo është në mënyrë të përgjithshme sa i përket të parfymosjes. Pastaj autori vazhdon dhe e përmend çështjen tjetër dhe thot wa istihdad. Istihdad është për qëllim largimi i qimeve rreth organit gjenital. Kjo gjë është padyshim është një prej gjërave të preferueshme dhe njeriu padyshim që do ta veproj. Edhe këtu nuk ka ndonjë khilaf, dhe është me pajtim katër mëdhëve që një gjë e tillë preferohet. Është prej sunetit që njeriu me vepru duke u bazuar në hadithin që është hadith domthonë për çështjet e fundit rreth suneteve, ku thot nga Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam el fitra khams, do në gjërat e natyrshme që njeriu do të me vepru janë pesë: el ikhtitanu wal istihdad wa qassu sharib wa taqlimu al afar wa natfu al ibt. Thot është sunetia, pastaj është largimi i qimeve domthonë rreth organit gjenital, shkurtimi i mustaqeve, prerja e thojve dhe shkulja domthonë qimeve në sqetull. Mirë, domthonë po e shohim që në këtë hadith është përmend largimi i qimeve rreth organit gjenital. Andaj kjo është prej gjërave të cilat preferohet që njeriu me e vepru. Disa dietarë kanë përmend që kjo është wajib, është obligim. Mirë, sa i përket kohës, do flasim domthonë që për të njëjtat gjithë vlen kjo koha. Disa kanë thonë prej sunetit është që njeriu t'i largon këto qime një herë në javë. Disa kanë thonë në ditën e xumë. Çdo xumë domthonë të pastrohet nga ato. Disa kanë thonë nuk ka ndonjë kohë të caktuar, mirë po kjo është domthonë kur njeriu ka nevojë, domthonë varet prej rrethonave të personit. Disa kanë thonë kjo është edhe tek gjithë ulemat, domthonë që mirë po pavarësisht kësaj kohe nuk lejohet me u lënë më shumë se 40 ditë. Nuk lejohet me u lënë më shumë se 40 ditë. Disa prej ulemave kur kanë ardhur këtë mesele kanë thonë yukrah karahie shadide, domthonë është urrejt shumë që një gjë e tillë me u vepru, që me i lënë domthonë këto qime më shumë se 40 ditë. Edhe kjo është sipas mëdhëbit Hanbali dhe mëdhëbit Shafi. Ndërsa Hanefit kanë thonë është ndalueshme. Ka bo haram ai cili ka lënë më shumë se 40 ditë. Kjo është edhe mendimi i Shaukanit. Duke u bazuar hadithin e Enesit që ka thonë وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Thot është caktu koha domthonë për neve që në prerjen në shkurtimin e mustaqeve, prerjen e thojve dhe largimin e qimeve në sqetull dhe rreth organit gjenital që të mos i lëm ato më shumë se 40 net. Dhe këtë hadith e transmeton Muslimi. Andaj thot Nawawi rahimahullah në këtë hadith në kuptim domthonë është për qëllim thot që mos me vonu deri në atë 40 ditë. Nuk është për qëllim që ty me ta lanë të lirë tash këtë 40 ditëshin, që ty me lanë, domthonë je i lirë, në momentin kur i bën 40 ditë tash nuk bën. Mirë po është qëllimi që mos me u vonu aq shumë derisa të vi
atë ditë, më ndërsa bën aq shumë ditë sa që njeriu me bë atë vend të papastërtive. Andaj nuk është për qëllimin që po ti le deri 40 ditë nuk bën. Mirë për qëllimin që mos më u vanu në këtë çështje, mos më u vanu. Andaj e përmendëm ato xhilafin me ulemave që kanë thonë është mirë çdo javë, për sunetit është me u pastru, domethënë çdo javë. Mirë. Pastaj këto është një meselë tjetër që e kanë përmendur dhe kanë thonë a hyn tash në njëjtën dispozit edhe largimi i qimeve domthonë mbrapa, jo vetëm organi gjenital përpara, mirë po edhe mbrapa. Disa kanë thonë që është i njëjti hukum, është i njëjti gjykim, domthonë është mustahabe preferueshme që të bëhet edhe kjo. Këta ka zgjedhë disa Hanefi kanë përmend kështu. E thonë për disa kjo është sunet, siç e përmendëm Ibn Abedin, domthonë nëse kjo është sunet domthonë që të jetë largimi i qimeve domthonë për organin gjenital, atëherë mbrapa është edhe më parsore. Për shkak se kanë përmend dietar që kjo ka të bëjë me pastrimin që e kemi përmend. Domthonë njeriu domthonë të ketë vendin e pastruar që mos të jetë vend ku mundet me u kap domthonë pa pastërtia edhe me qëndru ato. Andaj thonë është më parsore. Disa kanë thonë nuk është diçka e lehtësuar, disa kanë përmendur është gjë e lejuar me u vepru edhe njeriu mundet me vepru, mirë po nuk e kanë fut në këtë gjykimin e largimit qimeve domthonë të rreth organit gjenital edhe ato dispozita të cilat na vetë i diskutum. Wallahu alam, mirë po njeriu prapë do të është mirë domthonë ta veproj një gjë të tillë dhe të jetë domthonë sa më i pastër dhe të mos lej vend në trupin e tij që të bëhet pa pastërtia. Sepse me këtë rast ne themi që pastaj ti e ke përsos edhe namazin tënd, sepse prej kushteve është që njeriu të jetë sa më i pastër. Pastaj autori e përmend çështjen tjetër e thot wa haffu sharib, dhe shkurtimi i mustaqeve. Mirë, këtu haffu sharib është përdorur domthonë autori që e ka përmend është një fjalë që është haf, që do të thotë shkurtim. Mirë po qëllimi i kësaj është shkurtimi shumt, domthonë me shkurtu mustaqet ato sikur duken që i ke rru, domthonë shumë. Jo me rru, mirë po me shkurtu shumë. Domthonë se i përket shkurtimit me mustaqeve e kemi shkurtimin e tyre dhe kemi shkurtimin e shumë deri në atë mos domthonë sikur i ke rru. Domthonë këtu tash kanë përmend dietarët edhe kanë rënë xhilaf. Disa kanë thonë i shkurton mirë po nuk duhet me i rru. Edhe kjo është madhhabi malikive dhe shafive. Domthonë duke u bazu në atë hadithin cilën e përmendëm, ku thonë prej fitrës janë 5 gjëra, ku një prej tyre ke qassu sharib, domthonë shkurtimi i mustaqit. Domthonë është përdor fjala qassu sharib. Mirë po ka ardhur në hadith edhe kjo fjala ahfu. Domthonë ka ardhur në kjo hadith edhe kjo fjala ahfu që është për qëllim me shkurtu shumë mustaqet. Andaj kanë rënë xhilaf. Disa kanë thonë me shkurtu ato. Në shkurtim normal. Që njeriu mos me pas domthonë pengesa këtu, domthonë tek buzët. Disa kanë thonë më parsor është me shkurtu shumë. Edhe kjo është madhhabi hanefive. Disa kanë thonë bën edhe me i rru. Mirë po Allah alam ajo e cila inshallah domthonë është më afër është që qëllimi i kësaj është shkurtimi ose shkurtimi i shumt. Shkurtimi i tyre ose edhe shkurtimi i shumt. Mirë po jo me i rru ato. Bile Imam Aliku e përmend që një gjë e tillë thotë është edhe bidat, edhe është një shëmtim, siç e quajnë. Rahimahullah. Mirë, pastaj autori vazhdon edhe përmend çështjen tjetër, thotë wa taqlimu dhufur, dhe prerja e thojve. Padyshim edhe kjo është prej suneteve që kanë të bëjnë me të gjërat e natyrshmërinë e njeriut, që është edhe prerja e thojve, dhe argument për to është i njëjti hadith që ne përmendëm pak më herët, ku në ato 5 gjërat përmendet edhe prerja e thojve. Është mirë domthonë me përmend këto një mesele që ndoshta dikush mundet me vepru dhe njeriu domthonë me pas parasysh që është përmend edhe kjo të fuqahat edhe me marr si thash nga njerë disa gjëra pak mashtruar, edhe në momenti kur i përmend xhilafet i përmendi domthonë që njeriu me pas një paraftyrim rreth meseles
se e kanë përmend fuqahat edhe një gjë të tillë. Edhe nëse themi që don me ky mendim nuk mund të nqendroj edhe më afër të vërtetës është kjo është më radh, mirë po qëllimi është që të kemi një paraftyrim që ekziston edhe ky mendim, edhe me hap njeriu pak diapazonin, sidomos në ato khilafe të cilat janë merren parasysh, jo në disa khilafe ku nuk merren parasysh edhe njeriu me i përhap pa dyshim edhe me bë fitnë kështu me radhë, me gjetë një khilaf ku është shumë i rrallë ose është fjalë e refuzuar kështu me radhë. Mirë po khilaf që është mu'tabar që i thonë që merret parasysh, është mirë me pas njeriu pak një paraftyrim të meseles, pastaj njeriu ka drejt me pasu atë të cilët nëse nuk din me i dallu, me pasu atij që ja beson dijen. Mirë, një mesele që kanë përmend fuqahat se për këtë kësaj çështje kanë thonë është prej mustahabateve, është prej atyre gjëra të preferuara që në momentin kur njeriu i pren thojt ose e largon çiqimet për shembull prej që thanëm prej organi gjejtal ose rreth në shqetullave, thotë është prej gjërës, është e preferueshme që si më thon, me përdor fjalë, sikur me varroz, domethënë me i fut në dhë. E kanë përmendur këta dietar për shkak të veprës së Ibn Umerit. Po Ibn Umeri ka vepruar një gjë të tillë edhe këtë mendim e kanë marrë edhe mëdhëbi Hanbeli dhe mëdhëbi Shafi. Mirë po asaj për këtë kësaj çështje nuk saksohet një gjë të tillë që më thonë është prej suneti, siç e përmend Sheikh Fozani dhe ulema të tjerë thonë çka do që të vepron njeriu, mirë po prej edukatës është thjesht me i largu ato dhe mos më mbajt. Po me i largu dhe me pastru venin aty ku ke prej thajt aty ku oni ke largu qimet e kështu me radhë. Prandaj se ku i vendos, pastaj i vendos në brallak i gjun, ku i gjun nuk është me rëndësi. Nuk mund të themi që diçka e tillë mund të jetë sunet, mirë po e kanë përmend fuqahat, Allahu mëshiroft. Dhe gjëja e fundit në këtë çështje është largimi wa natfu ibtin që përmend autori dhe heqja e çimeve në shqetulla, duke u bazuar prapë në hadithin që e përmendëm pak më herët, që prej atyre 5 gjëra është përmend edhe shkulja e çimeve. Mirë po dietarët e kanë përmend në këtë çështje që këtu hyn edhe shkurtimi. Nëse për shembull njeriu nuk mundet me i shkul, domethënë tamam, hyn edhe shkurtimi ose me i rru dhe hyn domethënë në këtë gjykim, që inshallah ka arritur domethënë me praktiku sunetin, po disa dietarë kanë përmend që më e mirë është kjo, shkulja e tyre. Allahu a'lam. Mirë, sa i përket këtyre gjërave që u përmendëm, domethënë këtyre gjërave 4 të fundit, thanëm është ajo që e përmendëm më herët, që kohët për largimin e tyre kemi kohën e preferuar, edhe kemi kohën e urryme, e disa e kanë përmend edhe siç tham haram, të ndaluar. Koha e preferuar është, domethënë, siç e përmendën dietar çdo xhumo ose të paktën një herë në javë, ndërsa koha e urryme është që sipas hadithit që e përmendëm pak më herë që ti lejosh derisa të kalojnë 40 ditë. Atë një gjë është e urryme, disa kanë thonë edhe është e ndaluar si thanë në mëdhëbin Hanefi. Muna me fut domethënë edhe një kohë të ndaluar nëse njeriu domethënë se tash varet edhe për njerëzve, nëse njeriu për shembull i kalon aq shumë dhe është siç e thash është bë vendi pa pastërtive atëherë ka dalë jashtë dorës një gjë e tillë, domethënë është patjetër disa dietarë përmendin që kjo është haram edhe ndaluar, ka bë gjuna, wallahu a'lam. Kjo domethënë ishte sa i përket suneteve rreth gjërave që kanë të bëjnë me natyrshmërinë e njeriut. Ndërsa inshallah në dersin e ardhshëm kemë me fol për gjërat e papëlqyeshme dhe të obliguara dhe kështu e përfundojmë domethënë këtë kapitull rreth gjërave që kanë të bëjnë me natyrshmëri, pastaj kalojmë tek abdesi. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.